Territori i Kosovës për datën 16 maj do të karakterizohet nga mod kryesisht i paqëndrueshëm, me vranësira të shpeshta dhe kthjellime të herpashershme gjatë paradites, ndërsa pasditja do të shoqërohet me rreshje lokale, shiu në zona kodrinore dhe malore, me mundësi për shtrëngata të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryjë nga drejtimi verilindor dhe më pas nga perëndimi, me shpejtësi mesatare prej 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në disa lugina era mund të intensifikohet deri në 13 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 7 deri në 19 gradë Celsius. Podujev 7 deri në 18 gradë. Skënderaj 7 deri në 17 gradë Celsius. Pej 8 deri në 19 gradë. Prishtinë 7 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov 8 deri në 19 gradë. Malishev 8 deri në 18 gradë. Gjilan 7 deri në 19 gradë. Ferizaj 7 deri në 19 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 18 gradë Celsius. Suharek 9 deri në 18 gradë. Prizren 8 deri në 19 gradë Celsius.